Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Tonk shikus të ndërum të varëbrisë emisionit pa titull, si që do të shtune prej orës 6 dhe kësaj here me mysafir të sferave të ndryshme, po ketë janë rreth kulturës, nuk kemë të bëj kur që diçka jashtë kulturës, mrena kulturës, njerëz që kanë kontribu shumë për artin të na në muzikë, në sport, në aktrim e kështu me radhë. Sonte me neve është një person i cili ka kontribu shumë në stilin e muzikës, cilën na s'jena mësu me ngu shumica, po me ka do këdyqy shumë absurde në atë kohë, qa kjo muzikë, qa kjo bam. Po meritat mëdha shkon për Emir Plavën edhe falenderoj shumë që ki gjithë kohë me arë në emision. Falenderoj për ftesën. Emir, cilat janë material rreth muzikës ka Emiri? Çka ka bën konkretisht Emiri tash? Tash e kom incizu një këngë. Po. Thirret blues është. Po. Thirret gon. Gon. E shkume. E shkume aru. Okej. Se gjinje u të shku në gërbet. Okej, do për gërbet i ki po atë. Le, se stili joti gërbeti. Okej. Edhe që kom incizu të një shok në Malzi atje në Tivar, edhe rastisht, adina i ka pat luft në studio, incizojmë, a kini kongë e kom, edhe kry. Ashtu simpatik. Besnik i ki najt këti stilit, nuk e ki ndryshu asë një herë. Nuk e di une, nuk e di ato që e di boja, nuk e di qësh me bo. Po, jo, për shambull, njerës në masa, kryesisht e dim na qka paka shumë ngojnë. Si popull. Edhe po du me limi që ato që i kinajt besnik që stilit nuk ki bo për popull, ki bo për stilin tëndë edhe kush e din qka muzika me ngu. Unë e kom një tjetër dert, Hade. Se unë jam i vetëmi që jam me të Kosovë. Vlaun, jem të agjës, cika të agjës, krejt janë në përperendim. Do më do një vetëmi që... I vetëmi jam në Kosovë, krejt janë jashtë. Franca, Suedia, Gjermania, mas shumë. Jashtë vendit. Po e në të orë se prej nipave, prej ekonomi, se janë të bo hajgare me muzikën tonë, adin të lëshu në shkollë, adin të provoku. Po. Mena poshtru ka pak, edhe unë vendosa me vodo dokumenta, dhe në atje e tregova nipave qofë se dikush. Fol, shoja këngën e agjës, le dëgjon pak, se s'jena bërsh krejt kikirika, kupton. Që s'dina. Po, edhe unë e kom obligum, ma shumë jam të mendu për ata që janë anej, se që me lonë diçka me kazu që edhe na kena ditë dhe kena bo, nuk kena që mas lutës kena na kena kazu neve. Kikirika, si jena krejt kikirika, edhe që ashtu mendoj që kom qatë obligim edhe mirë, e kanë lëshu, fëmit e kanë lëshu edhe kanë regullu situatën brenda 2 sekundeve dhe unë jam shumë i knaqër. Pse të najtë ti? Kitë kanë dalë jashtë të najtë besnik dhe i venit? Jo, pa unë muzika jeme nuk lidhen me vene ku dalën në diskoteka ku dalën shqiptarë. Unë moj me kënu në Tokyo, se s'ka lidhje. S'ka lidhje me ato. Si jam i pavarur adin. Po. E jam të prit një ofert pak ma mirë se, që ashtu edhe atjo mirë me kënu veç nuk lidhet me stilin të. E mirë, sa vjetë u bo që... Muzikant? Po. Pa prej 88-ës jom të kënu me pare, adin jom i pagum për... I pagum për 88-ës, që unë jom kënë klasë 2. 5.000, për afert ma shumë se 5.000 performime kom deri tash. Për mi 5.000? Për mi. Wow. Pa unë kom jetu në Turqi prej 91 të deri 99. Edhe aty ki bo? Po normal. Kom bo në për Alani janë për ka 5-6 muja, ati sezonë shumë e gjatë. Po mirë, a ka ndodhë për shambë në bërë qëto vendet ku nuk janë shqipfolse, me kënu edhe kongë shqip? Po, ka ndodhë. Po, edhe qysh ka qenë? Ata sy, okej. Ata sy kom kënu për se unë jam Mitrovicës edhe është një loj himni. Po. Ajo kalon, për se ka edhe Turqit kapën. E kanë qëtë melodin të redre, po? E kom kënu ato për tjera jo. Për tjera jo. Anglisht. Po dhe kryesisht, po, që me di, po të thasha kishti dhe... Dikush ka arë prej edhe pazarit një shqiptar me prejare, e u lindu në Turqi, edhe kënu një shqip, edhe unë shpejt e pshejt. Po thëmë, nuk e dina, veç hajde nesër edhe mësova bendit, se me Turqit e kom bo muzikë. A me Turqit, okej. Edhe ta kam mësu shumë shpejt edhe knova ato. E kena qitë edhe një kongë për zdo rast, kur vjen... Po.
E me ti edhe asaj kohës kurrizit, kur u kon koha e kurrizit, kur ju kon neja që organizoj që ajo kohë. Edhe unë u kon, po s'kon kënduar atë kohë atje poshtë, po e kom frekuentu si vend. Edhe definitivisht. U kon kohë interesant për muzikën, për që keni bojë në atë kohë muzikën. Po, në tjetër sistemi, adin s'ka pa telefona si sot, ta smartphone. Jo kona e revizit i kona të këto? Po. Do kon internetin zhvillim edhe njerëz janë kon shumë angrohtë. Po. Sot, ti me pa njerin pa telefona i përdo. Adin tonë. Pa kino sa që për atë kohën, për shembull, kohën e asoj muzikës, shoqërisë. Miro kon. Shumë ma mirë. Na shtem kon edhe ma i ri, adin. Energjia ma ndryshe. A më ndryshe Sot jam po rinio shumë ma qetë, shumë për shkak telefoneve, s'janë të pi cigare për shkak telefon, se 2 durët e kanë telefon, edhe s'kanë vakt. A je dhe ti fokusu në telefon? Tash puna e karierës që do të... Shumë sene mund është me mësu, janë me di që është me mësu. Oqeani. Definitivisht. Po dëgjoj të audiobooks, adin librat audio, qa dush. Mendoj anglisht e ki edhe shqipëve, ama anglisht, krejt libra që adin qitën vesh, gjeje që ashtu me shëti diku 2 kilometra, gjdo dit ka pak ilaq, somit. E mirë, tash i përveç Prishtinë, Kosovë që performojnë në jetë natës, a je dhe jashtë vendit të performu vendet ndryshme, jo? Malzi, po boj vetë me gitarë. E nashtë është një ide, ta me thonë është një ide, se nashtë të bëjmë një dokumentar për Mitrovic, me bujarin këngëtarin e Trojës. Okej. Bashkë ai ka me qenë producent kryesor, unë e veç si ndihma, e që tash është plan me bo... Për Mitrovic, për muzikën rock Mitrovicës? Për urban, për qaj tripi, e kena me gjiru edhe në veri edhe në juk, 2 fraksione, rockera, jazzera, ato. Për 2 anëve? Po, 2 anëve me qelmove, ti ka me qenë narration, në anglisht ku me folë, mas shumë të jadem, edhe qashtu me bo diqka pak ma... No, qaj është... Harua me të kaldu. Qaj është edhe një plan në është të nisemi këtë jatë. Po mira, është shumë të lashë me organizu që ka puna njerëz që janë të shpartallum, nuk janë këtë një pari, njerëz që kanë kontribu shumë për rokin atë. Pa nuk e di është koha e quditshme është një vakti se u përzin çdo vend, po lypin edhe popullore, edhe heavy metal, edhe blues, edhe adin se s'kena më mushteri si për para. Që aty desha më ndërgjit, po. Mush me çdo lloj kulturë. A pe keni problem edhe jo, për shembull kur po performoni, që do të bëj po. Jo, unë jam strikt, unë nuk toleroj. Nuk toleron ti për shkak masës jo. Unë jo. Ti kjo me ngu si e mirë edhe nga e mirë. Unë kënoj mirë anglisht, adin. Po. Fake si jem është anglisht, adin se njeri kur nuk kënon anglisht mirë, që duhet, njerëz po thonë, hajde më reknosh qip mos ma boa, kupton? E kur je bashkë që duhet, njerëz knaqen, edhe s'ka ankesë. Do të është okej, për momentin, jo që shka qenë atë kohë, po... Unë kënoj edhe Shqip, ama ato Telexa, po të kongë që kanë... Ama jo që tash popullore me përzi, rock është, rock si që. Ti edhe që jeni të e bo me bujarin një dokumentar për rockun e Mitrovicës. Po. Cila është esenca për me bo këtë dokumentar, me tregu të... Pa me lonë diqka se duhet me lonë nëj dokument se shkon kotë. Ma mirë me lonë, si me bo një libër letërin, e kush ka qef me këqyrë, se shumë... Po është problem, për shembull, dhe mirë mi gjithë këngëtarë që kanë kontribu në atë kohë, për shembull, që marrë në kjanë. Na që nuk dojnë asë një intervjistë, sa pe keni të lashtë, a keni bo në reorganizim? Po e kena, është rock school që punon edhe në altë edhe në 2 anë, ki 2 rock school-a janë dorë. Rinia, kena edhe do njerëz të vjetër që janë Mitrovicës, edhe qashtu parafërsisht, pak për Mitrovicë, pak për mu, jeta jeme si muzikante edhe qashtu. Pak përzime, me shok të mi, vjetër adin. A jerim besnik të asajna thanjes që Mitrovica ka bo rock e para? Pa Mitrovicës ka faj, anglesë kanë arë, atjenë me 26. 1926, anglesë. Ta kanë marë, se u konë Trepqa Mines Limited, që ashtu u tirë kemi njera. Në atë kohë? Në atë kohë. Ta kanë marë Trepqen, me eksplorume. E qartë? Që shtiret, si ta që kanë marë aeroportin, po, në atë kohë, po, me koncesion. E koncesione që tash me përqindje, ta kanë marë, edhe une, ta kanë pru kulturën, ta kanë pru pishina, tenis korta, krejt muzikën prej tynve. Unë e po thonë, gjithmonë kom thonë. Shumë interesant. Gjithmonë kom thonë, s'ka dalim shumë mes Mitrovicës edhe Prishtinës. Prishtinës, po. Se
Te na kanë orë me 26-ën, a Prishtinë me 99-ën anglez. Që ajo dalimi. Në pjesa e kohë roke ka lullizuar Jazzat, fakt rock s'ka ekzistuar, veç ta kanë në Hotel Palace, është një ndërtesë e vjetër, na është ekipa në qendër Mitrovica, kjo kon hotel. Po. Edhe ta për qejfe kanë rap, kon një fotove që kur kush mune da u kallë, një me banjo, trompeta edhe një në piano, që ashtu për qejfe kanë bo muzikë. Veç ajo kanë diku të njerëz. Të njerëz mandena. Para mendo kur kanë një qatë muzikë. Pse nuk është shumë e përhapur ky tregim të njerëz për shkak. Pa qyre na jenë shumë çuditshëm, na budallakia pe marrim shumë shpejt, a për çdo gjë që duhet pak me mendu me njëra, leva, kupton. Nuk e di, çudira. A do ne përfshi këtë pjesë edhe në dokumentar? Po krejt ka pak hala se bujare ka bo do ideja që ashtu, po thonë po veç e që tash jena se kur shkon një vend me kamerë, daljen edhe ideja të reja. Lind diçka e re, ç'është. Improvizim. Shumë mirë. E mirë, përpara ju konë najat që ju në bo, si Zanzibar, ju konë të qafa i lokali, së më bjenë me të është emri mas të punto, mandena, u konë i farë si klab, u konë i farë pjesë, u konë hishi kur ka pas muzik, bluzit, jazzit, sot është Laramanit the që jena pak si qëtit shumë. Jo vetë, ama në krejt botë. A është fajda të këngëtartë? Pa, gjithmonë edhe këngëtarët e kanë fajda. Gjithmonë. E kanë? Po, normal. Se e kupton se te na është ajo gjithmonë... Komercializmi? Pa komercializmi edhe adin të kënu rock, atu non-stop të mendu pse presion në përdas. Ishtë do të më vesh me të shakat, më dhe? Po, adin... Qaja? Pak ngarkesa ndikon. Nuk e di, na kena që tash yjet botnor. Po. Pa marë parasysh që ta atje shkrujnë që janë British Singers, ama apet me prejardje, ama badjava, na e kena kalupin ton, cili ma kolla e kena mrena kalupit. Do në është një farë lojt tute me dalë pe që ati farë kalupit. Mure, ndikimi mureve, adin me sheku i kena jetu me more, kupton, që tash janë nisë më rëzu pak me pa kusë kushë. Nisë më shanë ka pak me dalë guri, më dhuj pak. Se na gjithë mëne për... Ajo, tradita nuk thehet mrena. Jo nuk mundët, ja shka me vitet më dhaja, ba e gjerë shumë vjetës. 50-60 vjetë, mandej. Të mira. Po për shambull, e the pak me arën fillim të emision që i ki realizu një kong, i ki gjizua dhe në Malzi, pritit tash edhe lansimi i kongës, apo? Po presim që tash me bo diqka si një mini spot, jo diqka komplikum, edhe shoj në YouTube, mandej knaqë. Mandej knaqë. Ti edhe ki një kongën, pak? Po. Do me thonë, sa urmene që është produkt shqiptarve. Po së dëkë që produkti shqiptarve. Që është të kom që e funer, që edhe na i kena na eksport. Edhe na kemë diçka që ujna me ngu me këshyrë. Okej, pengojmë pra një kongë, po jo këta sa do se kishë shumë, pengojmë diçka për e mire, të mandena po këthemi prap në intervjisë. Okej, shkojna me një kongë për e mërë plavës, a mandena këthemi prap dhe për drejtë. Sometimes it's hard to find the words to tell the story. It's not easy when you're scared and full of worry. When you don't know about the day or tomorrow. And every time you feel some kind of sorrow. But I will always gonna be with you. Sometimes in kiss we miss to catch the glory. But when we dream, oh, that's another story. Freed of pain, all in love and simple feeling. 2 drops in ocean, no more walls and no more ceiling. 'Cause I will always gonna be with you. With you, my baby. Always, baby, I will be with you.
when you're scared and full of worry. When you don't know about today or tomorrow. And every time you feel some kind of sorrow. But I will always gonna be with you. Sometimes in kiss we miss to catch the glory. But when we dream, oh, that's another story. Freed of pain, all in love and simple feeling. 2 drops in ocean, no more walls and no more ceiling. 'Cause I will always gonna be with you. With you, my baby. Always, baby, I will be with you. With you, baby, always. 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 With always. With you, baby, always. With you, baby, always. With you. E mirë, gjenerata e Juve, shoqënia e Juve, tu përfshi Shekin, përfshi Shekjo, pak Shekjo është një pak ma I vjetër se une. Po, që diskutohet. Po mendoj përfshin këtë shkollën e Juve Okej. muzikës. A e keni mendua ju ka na ide që me mujt me bon një, jo reunion, se si një kun bashku mas njëherë, po me bon një farë festivalit të roko, diçka që me këthy, se roko, bluzi ose gjezi, këtë bashkë, jem pak mbrapa nëse I këshyëm raport me stilet e tjera të kanëve. A e keni mendu që m'ja këthy edhe njerëzve pak shien, m'ja ndryshu pak, me po që se ka, ilësën edhe kja ka. A keni këshy na ideja, ka marrë kush në iniciativë në herë? Kjo di krejt janë qaq ftoft, qaq që edhe që tash qësh vjen mosha krejt o shpina, o Duhet shumë, ose të këshirë ta pini hapë Kire po dhe krejt janë me hapa. Jo, unë jam gjithmonë hapur për çdo lloj bashkëpunime, veç mos përzihet kultura, din. S'mujna edhe Amerikë, edhe Afganistan me ajaja, se është kikiriki, adin. Unë kom që, a bojmë rock, bojmë. Ose jazz, adin, veç me qenë. Unë kom qef, ti, për shembull, e kina I shok që punon ambasad, edhe me tregu, mister, hajde këqyre qao kultura jone. Qajo poenta, po se na kur nuk ekziston si kulturë në botë, Po, ti nuk ekziston. nuk e din kur kush Kush se din kush je, a kupton? Do Na në kultura ti e din kultura jonë në shumicën rasteve nuk kalon në Shqipni. Jo. Janë dorë repera që bojmë kresha, të Po, tingulli 3, 2, 3 që po, a shumica, as atjes janë mirësarë, Shqip me Shqip Asa nuk te nuk është kalon. mirësarë. A është problem global? Ky modeli, ky stili I muzikës, a vetëm të na në Ballkan? Balkani e ka smundje të vjetra. Ballkani është, do nuk ka veç të na ky problem. Pa Balkani, pa sa ma lirë, sa ma s'kena na shkolla. Din Suedia e ka 70% popullatës me fakultet. Që ka zonë ballë. Jo me diploma si të na. Që desha me lidhe, të na janë shumica me diploma, po... Me vërtet. Se ti, për para, gjatë shekullin 19, fundi 19, kur ka nis në për to trojeve, gjinja me shku në për Vjena, në për Paris, në për Berlin, mua me eduku, e kam bo diploma, gut für Balkan. Mirë është për Balkan. A I se din, veç jepja diploma, atje kam E marin ata, shkon tregu aty. Sosh qysh duhet, veç e kam su gjysën për Balkan, mirë është. Kjo s'është I mirë për neve, po na I kena bo vetë. Po, veç e dihet kush maron Mercedesi, e dihet shumë mirë kush e vlen Mercedesin. Shumë është I këtë, s'ki qka me kompliku atje. Me peqët njën e dy, që një përmi 20 vjetë, Mashallah. personalisht, kështu. Qaj stili është I jote, s'ki ndryshu asë njëherë. A I para gjiku në herë pe
për njerëz e këtej, ma. Nuk e di, nuk e di. Si marrë, Prej tynve që ndrojnë stilet, po. A për këty... Prej tynve, po. Je para gjiku. Po, se e ki njerëz, nesër bojnë qa dush. Si edhe në jazz nesër, po edhe unë jem jazz. Mas nesër tëlla, po edhe unë jem tëlla. Tëlla vasë për lypin që ju nërë njerëz me ngushta. A pritet na i prezentim, ju e keni puna verës tash sezona me dalë me kënu? Nuk e di, na kena dhe veç qofse ka për krahja. Po të marrë, po të kuptoj. E mirë, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, një bisedë shkurtër, po për mbledhje pika shkurtër. Herën e fundit e kena bo për radio, veç kjo po ndoket kjo për video shumë, o kjo për arbëri shumë amit. E mirë, faleminderit, suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve. Sa ke? Shikues të nderuar, kaq ke për sot, na shihemi prapë në emisionin e radhës. Miropafshim. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.